Apollonia, qyteti antik që mahnit edhe sot e kësaj dite me monumentet dhe infrastrukturën e saj, u godit rënd nga dy tërmetet fuqishme në vitit 234 dhe 235. Zhvendosja e shtratit të lumit Vjosa, por edhe shkatrimi i portit frenoi tregtin me fqinjët, por dëshmitë e mbetura flasin për një nivel të lartë arkitekturor. Do ndjekim materialin e përgatitur nga gazetarja ABC News në Fier, Valbona Davidi. Apollonia e Ilirisë është e njohur për epokën e artë të saj, kur zhvillimi ekonomik dhe kulturor e bëri të ishte ndër qytetet e preferuara edhe për perandorët romak. Por shumë pak është folur për rënien, apo ato që mund të quhen ditët e fundit të Apollonisë. Bashkim Vrekaj, historian dhe arkeolog, ka shkruar për këtë periudhë. Zoti Vrekaj, çfarë bëri që të braktisej Apollonia? Braktisja e Apollonisë është një proces i cili ka zgjatur për disa kohë, sepse nuk kemi një shkak të vetëm në këtë rast. Sigurisht ka ndikuar disa faktorë, ndër më kryesorët është zhvendosja e lumit Vjosa, e shtratit të saj, hausit antik, i cili rrithte pranë qytetit, rreth 700 metër larg murit rrethus, në anën jug perëndimore të tija. Me sa duket në fund shekullit dytë, ky lum u nda në dy degë, dhe përfundimisht në shekullin e tretë u zhvendos në vend në shtratin ku gjendet sot. Po kishim dhe tërmete në Apollonia, apo jo? Po, edhe tërmete ka pasur, sepse kjo është një zonë tektonike, por tërmetet nuk janë shkaku kryesor, për arsye se në asnjë rast nuk ndodh që një qytet që dëmtohet nga tërmeti të braktiset, po rindërtohet përsëri. Edhe këtu ne kemi prova që ka pasur disa tërmete, por njerëzit përsëri, banorët e Apollonisë e kanë rindërtuar dhe kanë vazhduar të jetojnë aty. Ndërkohë që një shkak tjetër ka qenë edhe kriza e perandorisë romake, duhet kemi parasysh se jemi në kohën e dyndjeve barbare. Perandoria nuk mund të siguronte më mbrojtjen e saj në të gjithë territorin dhe kuptohet që periferia ishte ajo që ndjente e para. Nga kjo pikpamje, një dyndje e godve rreth fundit shekullit 4, duket se i ka dhënë goditjen përfundimtare e qytetit, e lidhur kjo edhe me zhvendosjen e lumit, e lidhur kjo edhe me krizën ekonomike. Dy tërmete të fuqishme që goditën qytetin në vitet 234 dhe 235 të erës sonë, kalën pas gjurmë të dukshme. Këtu jemi në një depozit ujë, e cila mblidhte ujin e monumenteve që ishin në majën e Kodrës 104, ujin mbledhës, ujin e shiut, kuptohet të çative, po kemi edhe kanalin që e sjell. Është një depozit e periudhës helenistike. E shikoni me tulla, me sëvatim, një punim shumë i mirë dhe përballë kemi një pilastër. Një kolonë mbështetëse. Atje kemi 3 riparime. Pra 3 herë kolona ka lëvizur. Kjo ka lëvizur për shkak të tërmeteve. Kjo është një dhënë arkeologjike që kemi pasur të paktën 3 tërmete gjatë kësaj kohe. I ndjeshëm, derisa ka lëvizur kolona që është kolonë mbështetëse, ndomethënë në mur, kuptohet që tërmeti ka qenë i ndjeshëm. Këto janë prova se tërmetet në këtë periudhë ishin të fuqishme, por flasin edhe për një inxhinieri të lartë ndërtimi në antikitet. Pra kemi të bëjmë me struktura të forta, të fuqishme, rezistente, apo? Shiko, në Apolloni një tregus tjetër i paqëndrueshmërisë së terrenit, pra edhe i tërmeteve, është fakti që edhe objekt, monumentet si banesa, që nuk janë të larta, kanë mure relativisht të gjera, të fuqishme. Muret. Pra, kjo tregon që kishte nevojë për ndërtime të stabilizuara. Pra i bënin rezistente, i parashikoni dhe tërmetet. Pikërisht për shkak të kësaj paqëndrueshmërie të terrenit, ata domethënë i paraprinin duke i bërë muret banesave për shembull, shumë më të gjera se në një rast tjetër. Që do të thotë ne mund të kuptojmë se tërmetet kanë qenë të fuqishme. Po, kanë qenë të fuqishme dhe disa. Po, pastaj duhet kemi parasysh një gjë që këtu është edhe tokë argjilore. Domethënë këto tokat argjilore nuk e mbajnë lagështin dhe krijojnë probleme. Transmetojnë nuk kanë stabilitet. Goditjen përfundimtare Apollonisja dha Vjosa.
Zhvendosja e shtratit në jug e la qytetin pa port, duke frenuar tregtinë me Greqinë dhe Maqedoninë. Si kanë qenë ditët e fundit të qytetarëve të këtij vendi? Ka pasur kriza financiare, ka pasur vështirësi, apo vazhduan të jetonin në luks? Jo, fakti është që në përgjithësi Apollonia ka pasur një nivel të lartë ekonomik dhe financiar, ka qytet i pasur, me nivel të lartë, por nuk kemi dëshmi që të bëjmë fjalë për një krizë të madhe, sepse në këtë rast do kishim një zvoglim qytet, siç ka ndodhur me Bylisin, për shembull, që muri i Viktorinit e ndan qytetin pothuajse për gjysmë, pikërisht për shkak të kësaj krize. Këtu nuk e kemi hasur një gjë të tillë, kështu që nuk përbën një problem ana ekonomike, por faktorët të tjerë detyruan banorët që të largoheshin gradualisht. U bëj pajetueshëm si qytet? U bëj pajetueshëm sepse qyteti u themelua nga kolonistët për shkak të pozicionit që kishte. Pra, largimi i Vjosës ishte edhe, si thua, vdekja e qytetit. Ai që i dha mundësi që të krijohet, sepse lumi ishte vendimtar, sepse krijonte lidhjen midis qytetit dhe detit. Kolonit, si rregull, ndërtohen pranë detit, po jo në breg të detit, që të jenë të mbrojtura. Kështu që pozicioni i Apollonisë ishte ideal. Afër detit, por jo në breg të detit, rreth 5 kilometër. Me një lum që shërbente si port. Me një lum të lundrueshëm, që jepte mundësi që qytetit të kishte flotën e tij, të zhvillonte tregti, të kishte marrëdhënie me botën tjetër greke dhe atë romake, sepse tregtia është shumë e gjerë, por Vjosa e tradhtoi Apollonin, mund ta themi këtë. Vjosa e tradhtoi duke zhvendosur shtratin dhe qyteti në këtë situatë nuk mund të vazhdonte më në gjendjen e mpashme. Qyteti që mahnitet dhe sot me infrastrukturën dhe monumentet u braktis gradualisht gjatë 100 viteve. Gjithsesi banorët e tij nuk hoqën dorë nga disa zakone të jetës së luksit. Këtu konkretisht është shëtitoria dhe kjo këtu quhet? Kjo është shëtitoria e periudhës helenistike, sepse kemi pak për publikun si ishte të bëjë shëtitje këtu. Po, këtu është shëtitoria e periudhës helenistike, sepse kemi një shëtitore më të madhe, më të hershme në pjesën e sipërme në periudhën klasike, që thon në shekulli 5. Shëtitoria ishte një ambient publik, ambienti më i frekuentuar, në të cilin njerëzit takoheshin, diskutonin, bisedonin edhe vetë ndërtimi i saj ishte i tillë që të lejojë qarkullimin e njerëzve në të dy krahat dhe në mes kishte kolona. Kati i parë ishte për shëtitje, për takime. Ky muri këtu që ka dy funksione, sepse është edhe mur i stoas, i shëtitores, por edhe mur mbajtës për kodrën. Në çdo nishe që shikojmë këtu, kishte nga një statuj. Si ishin këto statuja? Statujat ishin të perëndive të ndryshme, të masive, normale, ose edhe në çik më të mëdha, duhet të kemi parasysh se statujat s'kan qenë gjitha të bardha, po kanë qenë edhe me ngjyra. Llogaritë se çfarë, këta gurët kanë qenë më të çelur në ngjyra të tjera. Ndërkohë që kati i dytë ishte me dyqane, të cilat po ashtu i shërbenin banorëve. Pra, ti mund të shëtisje, mund të bëj edhe pazar për i tonë shopping dhe pastaj të shkoje në shtëpi. Sepse në përgjithësi në antikitet, shumica e kohës njeriut ishte jashtë banesës. Apollonia u themelua nga kolonët Korinthas të viteve 627 para erës sonë në territorin e Iliris. Në burimet historike quhet Apollonia e Iliris, për t'u dalluar nga 30 qytetet e tjera me këtë emër në pellgun e Mesdheut.